motërën time të vogël, ose nëna Është vetëm 13 vjet, mirë po familja e tij e quan si shpëtimtari i familjes. Është ky Faton Abazi që në natën e së shtunës kur lagjen e përmbyti shiu, arriti të shpëtoj familjarët e tij. Hipëm u majtë pak, mami majti edhe e theva se një kinë me kri. Tani, atë motërën time të parën e kam nxjerrë, ose në vllavin, mamin edhe ajo motra. Kena nejtë 3 orë nalt, edhe mas 3 orëve në ka morë kinjë. Pasojat e asaj nate, siç thon familjarët, po i vuajnë më së shumti fëmijët. Shiu i rrëmbyeshëm u shkatroi çdo gjë. Siç thot kryefamiljari Xhemail Abazi, atyre nuk u ofrohet ndihmë tjetër veç ujit dhe bukës. Për haje, për pije, buk në binë, valla, shtaj, pse me thonë. Amo, ka unë të hollave kur gjo. Për momentin jo, ma se më në tonë, s'pedi shë me thonë. Njëjtë si kur familja Abazi edhe familja Tahiri me vështirësi arriti të shpëtoj familjarët. Ata thonë se fëmijët ishin ata që përjetuan më së rëndi këtë katastrofë. Djali mam, du me thonë, kardi ka marrë 80 fëmijën, edhe shoqën e vllaut, se nënë e më patar pak para se fillu shiu. Edhe i kam prunë aty veç të fëmija me trauma, mos, vendëse veç prishin. Vëllezërit e tjerë të familjes Tahiri qajnë hallin se që të 3 vëllezërve ju janë shkatruar shtëpit dhe nuk janë më të banueshme.